Skuadra e Flamurtarit në basketbol për femra ka arritur një fitore të rëndësishme ndaj ekipit të Tiranës. Vajzat vlonjate triumfuan me rezultatin 60-54 në një përballje mjaft të fortë dhe të luftuar deri në minutat e fundit në ndeshjen e të dielës të zhvilluar në Pallatin e Sportit. Një fitore kjo me rëndësi që vjen përballë një kundërshtari direkt në luftën për titullin kampion. Ka qenë një takim i luftuar nga të dyja ekipet, i cili në të katërta periodat e ndeshjes ka vjuar me diferencë të ulët pikësh mes dy ekipeve. Flamurtari përgjatë takimit ka spikatur me kundërsulme të shpejta, duke kapur në befasi ekipin, por mbi të gjitha edhe me mbrojtjen solide, duke mbyllur mjaft aksione të rrezikshme për pikë, teksa kanë qenë këto dy arsyet pse ekipi vlonjat ka arritur tek fitoria. Vajzat vlonjate ja kanë dalë të rëmbejnë një tjetër fitore përballë publikut vendas, i cili ka të imbushur shkallët e Pallatit të Sportit, duke i mbështetur përgjatë gjithë këtij takimi. Drejtuesja e klubit shumë sportësh Flamurtari, Elona Asanaj, pas ndeshjes është shprehur tepër e lumtur për fitoren. Asanaj e ka cilësuar këtë një ndeshje të vështirë përballë një rivali të fortë, i cili ka kualitet në skuadër. Elona Asanaj thosë se ekipi i Flamurtarit do të luftoj për titullin kampion, por kemi përpara sipas saj një kampionat të gjatë dhe çdo ndeshje duhet vlerësuar maksimalisht për të arritur tek fitoria. Shumë e bukur se u bë, shumë emocionuese. Më duk si e vështirë, po e rëndësishme është që fituam. Duhet vlerësuar ndeshje pas ndeshje. Tirana luan si ne me të huaja në fush. Ndoshta u futëm me pak mendje madhësi, se vinim nga një superkup që e kishim superuar ndeshje në të katërta pjesët. Kampionati ishte i gjatë, nuk dua të zhgënjej të gjithë tifozat vlonjat që vinë mbështesin Bashkinë e Vlorës. Është vetëm fillimi. Patjetër Tirana dhe Partizani, patjetër Tirana Partizani i kemi deri në fund kampionatit. Kjo fitore përballë Tiranës vjen në javën e dytë të kampionatit kombëtar të basketbollit për femra, kundrejt një kundërshtari direkt për titull. Flamurtari regjistron në javën e dytë të kampionatit fitoren e dytë radhazi pas asaj me Studentin, dhe për të theksuar edhe fakti që brenda pak javësh vajzat vlonjate është hera e dytë që mundin Tiranën pas asaj ndeshje në Superkup, pas së cilës fituan trofeun e parë sezonal.